Interesa e shtëpisë së bardhë është që çfarë mund të bëjnë iranianët është që të ulen në tavolinë dhe duhet të shikojnë që dominanca amerikane është ende prezente, por nuk është ende e qartë që regjimi nga pikpamja ideologjike mund të ulet në tavolinë. Nisur nga kjo, Irani thotë se nuk mund të ketë negociata për sa kohë që sulmet izraelite vazhdojnë. Sa i domosdoshëm është një armpushim në këtë moment që palët të rikthehen në tryezën e bisedimeve? Look, I think that is almost entirely dependent Kjo upon e gjitha varet nga vetë regjimi iranian. Dhe ky regjim është në një vend jo fort të mirë strategjikisht përballë Shtetet Bashkuara. Nëse ata do të vazhdojnë veprimet ushtarake, do të kenë pasoja ushtarake nga SBA-ja. Dhe nëse duhet të bëjnë diçka dhe nëse ulen në tavolinë tregojnë dobësi përballë opozitës. Por ky është momenti ku lideri suprem, nëse është në gjendje ta bëjë këtë, duhet të ulet në tavolinë dhe të kenë pikërisht edhe dakordsi me administratën Trump, dhe ai është në një pozitë që të mund të ruajë regjimin e vet, por e gjitha varet nga veprimet që do të vinë më vonë. I nderuar, a mund të ndaloj bombardimi me të vërtet atë që quhet programi bërthamor i Iranit apo po nxit një konflikt më të gjerë? Çfarë mund të ndodhë për shembull nëse Irani hakmerret ndaj bombardimit amerikan? Right. So I think the problem is twofold. Problemi është në dy anë. Kemi pikërisht programin bërthamor dhe që të mos kemi pikërisht një zgjerim të konfliktit më tej, sepse më shumë e më shumë vende do të kërkonin që të kishin kapacitete të tilla përballë Iranit. Çfarë kemi tani është një situatë ku Irani i është hequr aftësia për këtë kapacitet, nuk e dim për sa kohë dhe sa është masa e dëmit ende, por është e qartë që iranianët e kanë aftësinë për ta zgjeruar konfliktin, për të përfshirë brenda gjithmonë më shumë Shtetet e Bashkuara, por ama topi tani më është në këmbët e liderit suprem. Megjithatë, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike tha se nuk ka prova që Irani po synon të ndërtojë një bombë bërthamore, kurse inteligjenca amerikane ka thënë se Teherani ende nuk ka marrë vendimin për të ndërtuar një të tillë. Si e justifikoni këtë ndërhyrje ushtarake? Well, I think it's very clear that the pattern of Iranian nuclear development zhvillimi i programit bërthamor iranian ku uraniumi është pasuruar deri në atë lloj faze për çfarë do lloj përdorimi provon fort për aftësitë bërthamore që ata kanë, por është edhe një paralele që hiqen përsa përket edhe ndërtimit të raketave bërthamore dhe programi nuk duhet parë në izolim. Izraelitët dhe amerikanët, kur janë bashkë, kombinojnë pikërisht këto dyja programe paralele dhe është pikërisht që të mos kenë kërcënime ndaj të tjerëve. Dhe mendoj se është një konsensus i gjerë këtu në Washington që këto programe janë pikërisht një rrezik i papranueshëm dhe një deklarat e qëllimit e regjimit iranian. Sipas jush, cilat janë provat të cilat tregojnë se Irani është pranë ndërtimit të një bombe bërthamore? Dhe pse mbase komuniteti i inteligjencës në Shtetet e Bashkuara heziton ta pranojë këtë, nëse është e vërtetë? Look, again, I'm not privy to the classified intelligence that informs. Sërish më duhet të them, unë nuk është se kam informacionet e klasifikuara me të cilët presidenti amerikan i ka, por Amerika është vënë pas duke parë përvojën e programeve të armëve të shkatrimit në masë edhe në rastin e Irakut, nuk do të vepronte nëse do të kishin pikërisht prova të forta dhe është në bazë të vendimit të presidentit se si duhet ai vetë të veprojë. Për të kaluar në një çështje tjetër, apo konsiderohet ndërrimi i regjimit në Iran si një objektiv strategjik në Washington dhe Jeruzalem?
No, I don't think so. Jo, I think it's këtë very nuk e clear besoj. from what Është shumë e the qartë administration, se has done. çfarë ka bërë deri tani administrata amerikane dhe deri tani ka bërë thirrje që regjimi t'i kthehet tabolinës së negociatave dhe e ka shprehur fort që përsa i përket pozicionit amerikan